14 tetori shënon ditën botërore të zogjve shtektar, një ditë që na kujton rëndësinë e ruajtjes së shtektimeve të tyre dhe të mjediseve natyrore ku ata ndalojnë gjatë udhëtimit. Arjan Mavriqi, fotograf dhe dokumentues i botës së egër, për televizionin Syri tha se kjo është ditë shumë e rëndësishme, sepse tregon se si disa krijesa të vogla, megjithatë me kurajo dhe forcë të jashtëzakonshme, kalojnë distanca të gjata. Unë mendoj që është një kujtesë e rëndësishme shumë për njeriun se si disa krijesa shumë të vogla, por megjithatë me krah të cilët i kanë dhe bëjnë distanca shumë të gjata për të sakrifikuar jetën e tyre nëpërmjet detrave dhe oqeaneve, nëpërmjet moteve të cilat janë të paparashikuara për të shkuar në destinacionin e tyre final, për shembull në Afrikën e Largët, edhe atje vetëm për të ruajtur gjenerata të tëra mbijetese, pra krejt procesi i evolimit bëhet nëpërmjet shtektimit. Prandaj na kujton se sa të fortë janë dhe se sa shumë e duan prap vendin e tyre, vendin e origjinës, në këtë rast Evropën, për t'u kthyer ku përfshihet edhe Kosova. Mavriqi tregon edhe për benefitet e tyre për kontrollin ndaj brecëve dhe insekteve në planetin tonë. Janë miliarda të tillë, mbi 50 miliardë të cilët kalojnë këtë planet çdo vit dhe ata konsumojnë diku mbi 500 deri në 600 milion ton insekte. Për shembull, një dallëndyshe vetëm konsumon diku 750 insekte brenda 24 orëve. Një buf mund të hajë diku rreth 3000 brejtës brenda një viti, pra pakta shpejt atëherë si do ta kishim kontrolluar në gjendjen e këtyre insekteve apo këtyre brejtësve në planetin tokë, thjesht do të ishte pamundur. Edhe pse shumë e vështirë të zgjedhësh sepse ka shumë zogj të bukur, Mavriqi prap veçon njërin nga ta. Është pyetje shumë e vështirë sepse ka shumë të tillë që janë të bukur, po mbi të gjitha unë do ta ndaj për hir të kësaj interviste dhe për hir të respektit që kam për juve. Do ta ndaj pupzën, një zog shtektar që quhet Upupa epops, edhe është një prej zogjve më të bukur të mund shumë në planetin tokë. Sot, ndërsa shënohet dita botërore e zogjve shtektar, ekspertët dhe fotografët e natyrës theksojnë rëndësinë e mbrojtjes së habitatit të këtyre krijesave. Kjo është një kujtesë për të gjithë ne se natyra ka nevojë për respekt dhe mbrojtje.